Dita e zgjedhjeve në Kosovë kaloi dhe rezultatet e para u morën vesh. Por çka tutje? Cila është rruga deri në formimin e institucioneve të reja? E shpjegojmë në pak minuta. Aktualisht Kosova nuk ka kuvend funksional. Është me qeveri në detyrë dhe me ushtruese të detyrës së presidentit. Këto 3 institucione pritet i bëjnë deputetët të rinj të kuvendit të Kosovës. Fillimisht duhet pritur certifikimin e rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që zakonisht zgjat deri në 30 ditë. Seanca konstituive e kuvendit duhet të mbahet brenda 30 ditësh nga shpallja e rezultateve të zgjedhjeve. Në qershorin e vitit të kaluar, gjykata kushtetuese kishte sqaruar se kjo seancë jo vetëm që duhet të fillojë, por duhet edhe të përmbyllet brenda këtij afati. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi parashohin që kjo procedurë të përmbyllet gjatë korrikut. Deri ka data 4 korrekt, 6 korrekt mund të certifikohen rezultatet zgjedhore, po flasim për një afat maksimal. Pas përfundimit të kësaj periudhe, ushtruesja e detyrës së presidentit duhet ta thras seancën konstituive, kryetari i legislaturës së kaluar të thras partitë politike përfaqësuese të subjekteve për me përgatitur rëndin e ditës dhe organizimin e seancës. Konsiderimi mund të maksimumi i përmbylljes mund të jetë fundi i korrikut. Vetëm pasi kuvendi të jetë i konstituar, deputetët mund votojnë për ta zgjedhur qeverinë dhe presidentin. Mospajtimet për presidentin e quan Kosovën në zgjedhjet e 7 qershorit. Por a mundën deputetët ta zgjedhin së pari presidentin e pastaj qeverinë? Sipas Naim Jakajt, juridikisht këto çështje janë të pavarura nga njëra tjetra dhe nuk ka një rend ligjor se cila duhet të bëhet e para. Kushtetuta dhe rregulloria dhe praktika kushtetuese nuk përcaktojnë ta zënë që presidenti duhet zgjedhet vetëm pas formimit të qeverisë dhe para formimit të qeverisë. Për formimin e qeverisë ekziston ka detyrim kushtetues ushtruesja e detyrës së presidentit që menjëherë pas konsultimit me mandatu kandidatin për kryeministër. Ndërkaq procedura për zgjedhjen e presidentit aktivizohet vetëm në rastin kur deputetët kolektivisht 60 deputet që i paraqisin 2 kandidatura, pra njëri 30, njëri 30, dhe atëherë aktivizohet seanca për zgjedhjen e presidentit. Në një situatë të ngjashme në vitin 2021, kur të 3 institucionet nuk ishin fuqi plota, kuvendi kishte zgjedhur së pari ekzekutivin e pastaj presidentin. Por kësaj radhe, përqindjet që partiti fituar në garen e 2026-s tregojnë nevojën për një marrëveshje për të siguruar votat për presidentin, e madje edhe për qeverinë, sipas analistëve. A mund të arrihet një e tillë? Ditët në vijim pritet ta qartësojnë më shumë situatën.